Një ditë pas lajmit të transmetuar në televizionin 6+1 Vlora për baltën në lagjen 10 Koriku, e cila kishte përfunduar në rrugë nga Kodra, nisi këtë të martë pastrimi i saj. Në ndihmë të ndërmarrjeve të bashkisë, ka shkuar dhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, e cila ka realizuar pastrimin. Gjithashtu, për të mundësuar një përmirësim të situatës së rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha në këtë lagje, ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë po punon për shtirjen e një linje. Pas çdo rënje shiu, një sasi e konsiderueshme balte zbret nga Kodra dhe mbulon rrugët e lagjes, duke i kthyer ato në të pakalueshme dhe të rrezikshme. Rrjedhja e baltës shpesh vjen me shpejtësi dhe në sasi të mëdha, duke dëmtuar infrastrukturën rrugore dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Prej kohësh, banorëve u shpremtuar një projekt për stabilizimin e Kodrës përmes mbjelljes së bimësisë ose ndërhyrjeve teknike për ta parandaluar erozionin. Megjithatë, deri tani nuk është marrë asnjë masë konkrete dhe situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Banorët e lagjes 10 Koriku i bëjnë thirrje autoriteteve vendore që të ndërhyjnë sa më parë për të zgjidhur një herë mirë këtë problematikë që ka vite që zvarritet pa një zgjidhje konkrete.